Po, sa i përket bashkëpunimit që ka pasur struktura posaçme prokuroria me byron kombëtare të timit, nuk mund ta përgjithësojmë se ka pas marrëdhënie jo shumë bashkëpunuese me drejtuese, po me hetues veçantë kanë pasur mjaft bashkëpunim kryetëdhënës. Në zgjedhjen e kryetarit të ri të BK-s, Joni Keta, i cili vjen nga oficeri policie gjyqësore primeve të rënda dhe hetuesi i BK-s, është si më thënë vjen nga brenda strukturës, do të ketë një bashkëpunim akoma më të ngushtë, janë unison të dy institucionet. Është konceptuar që keq në reformën drejtësike BKH-ja, është kopjuar modeli amerikan i FBI-s, kur BKH-ja do të kryente veprime hetimore me iniciativë, por si strukturë që zbaton delegimin të prokurorit pas ushtrimit të ndjekjes penale. Republikën e Shqipërisë e kryen prokurori dhe BKH-ja. Përpara viteve 90, ushtrimit të ndjekjes penale kryente hetuesia, dhe prokurori ishte përfaqësuesi i akuzët në gjykatë dhe kontrollonte hetimin, ama hetimin i bënte hetuesia. Nuk mund të kthehemi përsëri në atë kohë, pasi këtë model ka